Jam shumë e lumtur që këtë sezon kam zënë një mik të ri I cili është sa I thjesht, aq edhe I kulturuar. Po ta pyesësh jam e bindur që di të flas për çdo fushë të dijes dhe ai është Skrapi. Frigorifera, lavatrice, kanoce, saldatrice. Si kanë marrë me vete frigorifera ta? O vllai, thash saldatrice, jo salcice. Ineta. Si e? Mbrëma. Faleminderit shumë sa I sjellshëm. Shumë faleminderit edhe për teje. Me pak vonesë? Po gjeta një hekur shumë karakteristik rrugës edhe thash nuk mund të mungoj koleksioni tim, prandaj e morja. Mirë s'ka gjë, 1-1 jemi se dhe unë nuk kam thënë ndonjë kanoçe sot, them drejtën. S'ka problem, jo, po si është angjëll I vogël? Mirë, shumë mirë. Rritet? Puçi shumë mirë. Kjo është emri? Jo. Kjo është mbi emri. Gjo, nuk ka problem që s'ke sjell kanoqe, se në fakt sot kam ardhur për një problem tjetër. Pse çat ka ndodhur? Jo, unë shkom gjo shqyqyri. Mirë. Shumë mirë, po jam shumë I ndinjuar për mënyrën se si po përdoret gjuha shqipe në për shkolla dhe institucione sot. Oh? Po. Po pse? Sepse unë nisa nga historia e djalit tim Michael, që është në klas 5. E më Michael e ka Michael. Është në klas 5 dhe kishte dhënë zysha letërsisë detyrë. Shi qa pyetje. Evidentoni metafora decizive dhe ato jo repetitive. Unë s'kuptova gjë. Nga gjithë kjo fjali e madhe vetëm 3 fjalë janë shqip. Nuk janë as fjalë, se njëra është përcaktues, tjetra është për emër vetor, kurse tjetra është lidhës. Po nejse, edhe kishte vu 4 Michaelit kjo, se s'kishte kuptu pyetjen. Quni babit. Edhe një t'i shku në takim me prindër zyshës, pa e di si e kam bë mjene da. Mo. Marshallah. Se ishte shumë e bukur. Edhe s'mund mos ja bëja këtë. Dhe pas ta I thash, I dashur mësuese I thashur, përse keni vënë 4 djalit tim? Kur më pa ajo mu, me afro qik, mos më rjesh larg. Kur më pa ajo mu, ikta, që qalli këti tha, se darda në ndardh do bjeri, kështu që 4 mire ka. Wow. Më djeva shumë keq. S'ke faj. Po prap vazhdova me qetësi. Pa edukat fare. Pa edukat fare, I thash, o zyshe, e di shumë mirë që darda bje në ndardh, po kujdes e I turan bi kastravec kësa radhe. Qarë bëri ajo? Edhe, si? Qarë bëri? I turan pipisi s'bari këtu, I thash, kjo pyetja që ke bo djalit tim, I thash, a mund të thuaj edhe shqip? Po, tha, po pse e ke thonë me gjuhë tuaj, I thash, çfarë ke djalem që merr 4? A e diti që shkolla ku jep mësim ti ka emrin në një prej rilindasve më të mëdhenj që ka kushtuar gjuhën jetën gjuhës shqipe dhe quhet Jeronim Derada, që ta dinte ai tash se çaj tu folti në shqip, çoi nga varri të vinte thonte, "Ma thuaj çik shqip because I didn't understand it quite well in English." Me këtë I vure bulën. Ha? Je I papar. Çaj papa. Më habit fare ti mua. Si ngeli ajo si ai gjalpi mas që ke skuq vezën. Si reagoj? Pa herë nga prindi shumë pa dhe anek ne, edhe thashit e prova, kupton? Thash folja dhe unë shumë rëndshëm, dhe I thash mos u mërzit se ka dhe më keq se ty. O, bo, këtu ja paske. Jo. Punuar, domethënë. Këtu hyri në presion të nxjerrja zyshës. Qa duket vetë aty që më tërgoj mu gjuhën shqipe? Unë jam mësues e gjuhën shqipe ku si ti e thjesht një rom. Qa ka përqeshme, qa ka përqeshme. Sa e rënd kjo. Aty shpërtheva vllai. Po e tregoj se mos qeshin këta pastaj. A, do qeshtje? Jo. I thash, e dashur mësuese, gjuha shqipe është një nga gjuhët më të vjetra në Europë dhe një nga degët e gjuhëve indo-europiane. Dhe teza që vjen shqipja nga ilirishtja është lehtësisht e provueshme dhe në ditën e sotshme. Këtë studim e ka bërë dhe albanologu I famshëm austriak Johannes Georg van Hahn, I cili ka botuar një libër Die albanisation Studien 1854. Ka botuar librin di albanization studien 1854 dhe po deshe ta jep dhe I kopje se kam ke shtëpia mi buqe. O, bo. Dhe me që pas ke problem ti që unë jam rom, pse se ke problem fundjavave që shkone argjon 6.000 kalori duke kërcyer muzikën ton talava, ha? Qarë bëri ajo, qau, se mbas kësaj fjale... Si filloj të qajt ajo mjeni da? Normalisht. Filloj të qajt e tha,
filloj të qaj që e kuptoj që kishte pare gjykuar mua, kuptoj? Edhe tha, po si ka mundësi të shneti, i thash, e dashur mësuese, i thash. Ne njerëzit jemi jetim në univers, po nuk duhet presim sa të vinë ufot që të bëjmë më shumë për njëri tjetrin. E para, dhe dyta, Mark Twain ka një fjalë të urtë që thot, 2 ditë janë të rëndësishme në jetën e një njeriut. Dita kur lind dhe dita kur e kupton pse ke lindur. O Skrapi, ti më bën të ndjem keq. Unë nuk di as gjysmat e këtyre. Ti je një erudit i vërtet. Nuk di. Të lumt, bravo, nuk di çfarë them. Faleminderit. Jo për gjë, po marshallaj turqisht prandaj. Dhe i thash, me që nisi me dardhën do ta myll. I thatë punën që dardha e ka pishtin mbrapa. Jo, si thash e te. E po i thej që dardha bjen në dardh ose bardha bjen në bardh. Jo, i thash, na një dardh, mësuese. Se kisha ke gjepi. Unë e di shumë mirë që ajo s'ka për ta hongër atë dardhën. Po sa herë të shofi dardhën, do kujtoj inteligjencën time dhe ignorancën e vetë.